djathtë të majtë, çfarë ndodh brenda koalicionit, ku janë të ngatruar paralelisht e djathta me të majtën? Ashtu siç Kosovë. Programi kujt zbatohet aty? Kemi bashkëpunim në përpilimin e programit, atë mund ta vreni edhe tash sonte kur e dëgjum edhe programin nga Albin Kurti e pjesa bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në pjesën e sigurisë, por do të flas pak për Partinë Guxor, listën prej 12 vetëve janë ish deputetët 5 për tyre që prin Donika Gërvalla, është Jeta Statoci, doktor Haxhi Abdyli, është doktoresha apo profesoresha Albena Reshitaj, është ligjëruesi Nezir Kraki, është bashkëshortja një aktivistit të vrarë të Bashkimit të Sindikatave, kryetari i Kuvendit Agim Ajrizi, Afrodita Ajrizi, është jam vetë personalisht, është një person që ka një aktivitet të lartë gjatë kohor Tafil Peci, në kulturë, në sferën e kulturës, është një ekonomist i ri, është Fatos Geci, jo